Avokat, duke qenë se ju kanë në këtë bisedë, më lejoni që të përfitoj nga çështja e Schengenit, ju pyes edhe për një debat të fundit që vazhdon akoma në vendin tonë për Tiranën, për zgjedhjet, për dekretin e presidentit, në një moment që ende gjykata kushtetuese nuk ishte shprehur për çështjen e Erion Velier, pra e kishte pezulluar shkarkimin e tij. A mendoni që nëse gjykata kushtetuese do të shprehet pas zgjedhjeve, kryetari i ri nuk do njihet, pra do jemi me 2 kryetar, çfarë mendoni që do ndodhë në këtë ngërç juridik? Tashmë së pari dekreti i presidentit është një dekret antikushtetues për zgjedhjet e Tiranës. Bie në kundërshtim me nenin 115 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës. Thotë që kushdo kryetari i njësisë vendore i cili ka marrë një vendim shkarkimi nga Këshilli i Ministrave, ankimimi i tij në gjykatën kushtetuese do të sjellë pezullimin e shkarkimit. Pra, është e zeza mbi të bardhë. Dhe mua vjen shumë keq sepse kam dëgjuar këtë jurist apo ekspert ligjor apo dhe kushtetues të cilët kanë menduar që këta kanë një bagazh apo janë persona me integritet paktën. Dhe kam dëgjuar që thonë që jo nuk e pezullon. Edhe një student i cili ka përfunduar vitin e parë të drejtësisë, ku ka bërë të drejtën kushtetuese, e lexon kështu kushtetutën. Pra është një lexim e zeza mbi të bardhë. Edhe një qytetar i thjesht është e zeza mbi të bardhë. Por është për të ardhur keq, që si duket ne jemi kthyer shumë vite mbrapa, pra nuk kemi edhe ata të cilët ne i mendojmë që janë profesionistë, si duket nuk janë të lirë ose mendojnë të telekomanduar. Dhe kjo është për të ardhur keq. Do të thënë që ose një profesionist del dhe thotë që kur ja kërkojnë mendime dhe ka dëshirë ta japi, që kjo është kështu, ose mos dali fare, domethënë. Është më mirë që mos i bëj nder, sepse kemi një krimin e një kakofonie të padrejtë, pra nuk e di edhe juristët të Republikës e kanë lexuar këtë, e kanë bërë nga paftësia e tyre, për të lexuar kushtetutën dhe praktikën kushtetuese, sepse ne kemi nga viti 2000 dhe deri mos gaboj viti i fundit duhet të ketë qenë 2013 apo 2012, diçka e tillë. Jo 2013, po ka qenë 2016 me kryebashkiakun e Peshkopis, zoti Shukri Xhelili, i cili i ankimoi në gjykatën kushtetuese vendimin e shkarkimit, dhe kjo është për të ardhur keq, që nuk lexojnë praktikën gjyqësore të kësaj gjykate, por që është më e rëndësishme edhe kushtetuta. Nuk është në një shkencë e madhe, por tu domethënë duke i patur dhe e zeza mbi të bardhë, duket sikur qytetarët janë të lehtë. Kështu që ky është një problem tjetër, është problem sepse pas këtij dekreti, a mendoni që njëra nga 2 institucionet, pra ose i presidentit ose i gjykatës duhet të shkrihet, sepse nëse gjykata kushtetuese pezullon dekretin e presidentit, i bie që institucioni i presidentit ka rënë. Shiko, institucioni i presidentit ka rënë nga momenti që presidenti ka firmosur të dekret. Dhe madje nga momenti i parë, pa kaluar te dekreti është tek firmosja e ministres Della. Pra, nga një moment që ka firmosur atë dekret, presidenti ky institucion, i cili është kushtetues, pra përfaqëson unitetin e popullit, përfaqëson, është komandant i forcave të përgjithshme të armatosur të Republikës së Shqipërisë. Pra ka një sër funksione kushtetuese,
të tilla. Pra veprimi i parë është lejimi i ministrie virtuale dhe që nuk ka një parashikim kushtetues, dhe së dyti, me këtë vendimarrje legjitimon kapjen e pushtetit të Këshillit Ministrave në ndërhyrjen e kryeministrit në pushtetin lokal apo në pushtetin vendor. Pra nuk kemi vetëm rastin e Tiranës, po gjithsej kohë ne kemi parë kryeministrin i cili ka shkuar në përbashki të ndryshme, ka bërë me drejtorët, ka kërkuar sharkimin e drejtuese për cënimin e demokracisë, për cënimin e shtetit të së drejtës, për cënimin e sigurisë juridike, ku kemi pasur edhe anatemim të gjyqësorit, të gjyqtarëve të saktuar, të cilët kanë marrë vendimarrje të tyre lidhur me masat e përkohshme apo me sigurimin e padive, prokurorët të cilët janë linduar kësaj kohe këtë periudhë, dhe kjo është e rrezikshme për demokracinë. Pra kjo është qetësuese për mua si qytetar, për mua nuk është e nevojshme që të kesh një formim juridik për të kuptuar. Dhe mendoj që ne jemi në një gjendje alarmante për cilët duhet që shoqëria civile, grupet e interesit, kemi një KLG e cila nuk vepron, lidhur me deklaratat e kryeministrit, një KLP e cila nuk reagon, kemi një LD e cila nuk reagon, pra edhe një reagim publik, që duhet të reagosh edhe në reagimi publik e pavarësisë së gjyqësorit apo të prokurorisë në këto raste, në rastin konkret. Nuk kemi një reagim të shoqatës së të zgjedhurve vendor, të cilët edhe mendoj që nuk ishte e drejtë që të shkarkohet kryetari i bashkisë limi personal, pra nuk dua këtu që t'i dalë në mbrojtje kryetarit të bashkisë, sepse nëse ai ka kryer ato vepra penale për cilat akuzohet nga ana penale, po përdesë gjyqësor të formës prerë, ashtu sikurse parashikon. Dhe në 115 paragrafi i parë i kushtetutës dhe në 62 të posaçëm 2015 për vetëqeverisjen vendore, atëherë ai prezumohet i pafajshëm. Pra, ne to institute të rëndësishme, të cilat janë të sankcionuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila është ligji themelor i vendit tonë që vendos standardet demokratike dhe natyrisht standardet të cilat kanë të bëjnë me të drejta procedurale, i zotat të qytetarëve, bëhet fjalë për një qytetar i cili është një individ i thjesht, duhet i garantohen të drejta. Të drejta të sankcionuar edhe në Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, e cila është një konvent detyruese për vendin tonë. Pra kjo konvent sipër ligjeve të vendit tonë, madje edhe sipër kushtetutës sonë, dhe të drejta të cilat janë siguruar nga Kodi i Procedurës Penale. Kështu që për mua kjo është alarmante. Askush, po them, është një pakisë e vogël që ngre zërin dhe sjell, domethënë, veprim të kundërligjshëm të presidentit. Natyrisht është prodhuar për shkak edhe për mënyrën se si është zgjedhur, pra se si është zgjedhur, që është zgjedhur me një
votim të thjesht, pra presidenti është zgjedhur me 71 vota, mos gaboj, diçka e tillë me shëndit, ndryshime kushtetuese të vitit 2008 kanë prishur këto balanca, që e kanë bërë rolin e presidentit, një rol i cili është në urdhrat për të ardhmen e vendit. Prandaj duhet të ripare edhe një herë Konstituta për sa i përket figurës së tij, në mënyrë që mos kemi president të përulur ndaj kryeministrit, sepse i cili zgjidhet në mënyrë të tillë. Pra, ai është zgjedhur nga kryeministri, ai është mirënjohës kryeministrit për vendimarrjet që ndërmerr kryeministri. Dhe në këtë kuptim duhet parë mënyra e zgjedhjes së tij. Dhe ndoshta do ishte më mirë që presidenti të zgjidhet drejt për drejt nga populli, në mënyrë që ai të respektojë kushtetutën, të respektojë ligjin, dhe të kemi një president i cili të sigurojë edhe balancimin mes pushteteve. Sepse pushteti tashmë check and balance, i cili është një pushtet i cili kontrollon dhe balancojnë, pra pushtetet kontrollojnë dhe balancojnë njëra tjetrën, dhe ky është një parim themelor në vendet të cilat janë me demokraci të konsoliduar dhe aty ku pretendojmë që të jemi ne. Këto e kanë humbur logjikën dhe sensin e saj, dhe mendoj që jemi në regres. Pra nëse ne prisim që të ishim më mirë, mendoj që kemi rënë shumë poshtë nivelit të demokracisë sonë. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për dy çështjet që trajtuam. Faleminderit shumë për mundësinë që më jepni dhe miru dëgjofshim në takime të tjera.